miq të Piskut dhe të Pisk System dhe miq kryesisht të Aleksit që ndiqti këtë bashkëbisedim të përjavshëm, ju uroj mirëseardhje në këtë podcast, në këtë bisedë të thjeshtë që vim sa më afër jush për ngjarje të ndryshme në Shqipëri dhe në botë. Jo paranësi ato se çka ndodhi në botë, shumë shpejt me këtë ritëm, po vinë dhe po implementohen, po bëhen, qoftë edhe prej agendës 2030 që po na shitet se Shqipëria do të jetë pjesë e Europës dhe jo vetëm, por edhe botës në 2030 që na e shet dhe na e ngulit gjithmonë në kokën tonë sultani jon i madhërisëm Edi Rama, të cilin ne e përshëndesim shumë përzemërsisht për atë se ku ndodhet Shqipëria, ku ndodhen shqiptarët dhe problemet që kanë shqiptarët që po marrin sa herë zgjidhje kur ai del në ekranet e mediave dhe televizioneve këtu në Shqipëri. Aleks, të falenderoj shumë që je pjesë e këtij zhvillimi që ne diskutojmë, flasim dhe pse jo, duket se kur japim le të themi një qasje tjetër këndvështrimin tonë, dy njerëz thjesht, pa u lidhur me ato se çka bëjmë në jetën tonë private, por japim një mendim ato se çka ndodh rreth nesh, shqiptarëve dhe në botë, se duket sikur bota është unifikuar. Është ajo tema që ne kemi bërë, pra që më ndihmon ti që janë ato dy pikat që këtë duan ta çojnë botën, domethënë, në pjesën e saj për ta njësuar, për të thënë që ne të gjithë jemi një, mos e jemi një edhe për të na çuar drejt numrave. Ajo është që na humbi fare atë që Aleksi është Aleksi, se është Aleksi për ato se çka bën. Kurse Altini është Altini për ato se çka bën, domethënë. Pastaj do jemi Aleksi dhe Altini, do jemi numri 743, 495. Pra pas një lloj vlere, pra çdo kush nga ne është i vlerësuar në ato se çka bën dhe kush është në udhëtimin e tij në këtë jetë. Një nga temat që ne ndoshta kemi diskutuar shpesh herë, ndoshta bim edhe në përsëritje, por që nuk kemi thënë gjën më të rëndësishme, jo se ne nuk donin ta thonim, por ndoshta ky është momenti që ne ta shpalosim edhe për ata që na ndjekin, është për sa i përket luftës tretë botërore. Ajo që është një dilemë e madhe tek njerëzit, që një pjesë e madhe kanë filluar ta besojnë, jo vetëm ta besojnë, por edhe ta shohin varësitë atyre se çka po ndodhin nga fuqitë e mëdha, por ne do ta shohim në një qasje tjetër. Cilat janë ato arsye që do ta shtyjmë botën drejt luftës tretë botërore. Me këtë pyetje do doja që ta nisja këtë bisedë për të kaluar edhe tek pikat e tjera që kemi vendosur për sot. Siç e the, i kemi prekur këtë pjesën e luftës tretë, po kemi prekur vetëm atë anën e asaj që po shohim aktualiteti ose atë se çka flitet në media, por duke thënë një krah tjetër të asaj që ndoshta nuk thuhet. Këto zhvillimet e mosmarrëveshjeve të superfuqive, po këto që kemi prekur deri më sot janë rezultati e shkakut. Nuk kemi prekur shkakun, se janë shkaqe morale që përshtyjnë drejt kësaj. Para se të shkojmë tek ajo situata në gjeopolitikë ose në këto fuqitë e mëdha. Se ndoshta ne nuk po e shohim edhe që të ketë diskutime në media, pati lloj le të themi midis për shembull për sa i përket Izraelit ose Netanyahut dhe Trumpit, siç pati një dakordsi, një marrëveshje që midis Hamasit që u bë e bujshme nëpër media këto ditë të fundit. Kjo le të themi, a ka një lloj sinjali që kjo gjëja po zhbëhet ideja e konfliktit? Pra u zbe dhe u mbyll? Jo, asnjë gjë nuk do zhbëhet, asnjë gjë s'do mbyllet, madje përkeqësohet, po hapet, po çahet më shumë. Ajo është e pashmangshme, po e përsëris për disa të njerëz, është komplet e pashmangshme sepse nuk varet nga se si do vendosin këto të ashtu quarturat superfuqi. Nuk varet as pak nga ata. Nuk ose pritet që të agravohet situata nga mosmarrëveshje të ndryshme, e do detyrohen pastaj që t'i bijnë njëri tjetrit. Nuk varet fare nga kjo. Varet nga këto që do i themi tani për herë të parë, se më kujtu tani alla, jo se s'kam dashmi i thon. Të si ishte e fshet. Se e lexova edhe para ca ditësh e thash prit alla, unë këta i dija, pse nuk sa thash, kjo është kryesorja. S'ka marrë rrjedhën e dur, ndoshta edhe biseda ose na ka përfshirë dhe ne ajo le të themi gjendja jonë atë se çka po ndodh në aktualitet. Ju futëm asaj më shumë edhe trajtuan pasojën, jo shkaqet.
edhe humbëm domethënë ata piknisin, pse do përfundojmë. Sa ky është momenti që ne edhe ta themi, pse por kur nuk është vonë, edhe tani mund ta themi atë gjë. Duhet jemi të qartë kjo pjesa që ai që vendos se çfarë ndodh dhe nuk ndodh në këtë botë është vetë ai i Zoti i shtëpisë, i madh i Zot që ka krijuar gjithësinë. Ai vendos. Po nuk vendosi ai, le të përpiqen të ndërtojnë bomba borthamore sa duan këta, po s'dha okejn ai t'i japi rrugën që të bëhet kjo gjë, nuk ndodh. Ta harrojmë. Pra, ti do të thuash të jem më drejt për drejt me ata që na ndjekin. Pra, lufta e tretë botërore do të ndodhi për shkak se krijuesi do të vendosi që ndodhi kjo gjëja dhe pyetja ime është pse mendon ti që ai është dakord që ndodhi lufta e tretë botërore? Sepse imagjino njerëzimi sikur nuk jemi në 8.2 miliard sa jemi sot, po imagjino sikur është një person i vetëm. Edhe ai është babai. Po. Që na edukon për më të mirën. Po. Tani ky djali, po e marrim sikur është djalë, ka rebeluar nga shtëpia, nga rregullat e shtëpisë, nuk i bindet më rregullave të shtëpisë. Do të bëhet atë kokës vet, ngatarohet me ata rrugësit e rrugës atje jashtë. Nuk i qëndron siç duhet rregullave të shtëpisë që thash. Dhe ç'a bën një baba i mirë, të vjen të kputi shpull që të vish vete. Sot vendet e përparuara e donojnë këtë veprim, po godite fëmijën të Po, është sakt. Madje kemi njerëz tanë që jetojnë për shembull në Angli që kam dëgjuar, që thonë që madje edhe pyesin fëmijët nëpër kopshte, nëpër shkolla, çat ka si është sjell prindi me ty, mami, babi, si janë sjell me ty, të kanë thënë fjalë etj, madje më shumë i interesojnë ta se sa vetë prindi Duan më shumë këta, kupton, shkak duan të ta heqin nga dora të shkatrojnë familjen. Për të mirën e fëmijës, gjoja. Nuk e di prindit të mirën e fëmijës, e di kanë këta që se kanë as se ndjejnë fare. Pra, ti thua, më sa po e kuptoj unë, pra prej kaq kohësh, prej kaq vitesh ka munguar kjo shpulla, pra kjo nevoja të heqjes veshit, le të themi, ka munguar dhe ka shkuar, ka marrë për keq shumë që duhet. Kjo shuplak e madhe që e quajmë lufta e tretë botërore? Na ka dhënë shuplaka të vogla, që zakonisht i përkthehet në qeveritar jo të duhur, që na i nxin jetën njerëzve të popujve të tyre. Këto janë shpulla të vogla janë këto. Sëmundje që lejon që kalon ai virus, ai gjë kështu, dhe ato shpulla janë. Vështirësi që ka njeriu në jetën e vet, dhe ato shpulla. Prova të ndryshme. Po, apo janë të vogla këto. Tani duhet një shpullë e përgjithshme, sepse jemi... Pra, ne kemi qenë edhe nuk i kemi kushtuar ndoshta rëndësi edhe këtyre shpullave të vogla që ka ardhur deri diku nevoja që të jepet kjo shpulla e madhe siç është lufta e tretë botërore. Jep në një të vogël atje, ti s'vjen vete. Jep prap në një të vogël, prap çamarrok i keq. Tani erdhi një moment që do marrë ato hunin ai, e do të godasi një herë mirë, që ta ndjesh. Tani, Zotin e kemi zemëruar neve si njerëzim. E kemi zemëruar shumë. Ai që ka të dashurinë e pamas, që skufizohet, është e pa imagjinueshme. E kemi arritur deri në atë pikë sa që e zemëruar tmerrsisht me ne. E do marrë një mas drastike tani. Tani, ato midis të tjerave që kemi zemëruar ne vetë, janë tre pika kryesore. Që e kanë çuar aty që e kemi shkel domethënë që do të thotë që nuk ka zgjidhje tjetër veç se të kapi atë hunin tani dhe t'i japi një që të vim vete. Ato tre janë këto. E para janë abortet. Abortet kanë arritur në një pikë të frikshme. Ato gjëra, ato vrasje që shkaktojnë këto nëna në thonjza, se s'mund t'i quaj nëna ato, që lejojnë që të vritet një gjallëz brenda tyre, që nuk ka forcën për të vetë mbrojtur, dhe lejon atë doktorin të fusi ato hekrat aty që ta coptoj, që ta nxjerrë me ato copat e vogla atje, nuk e di se si ja lejon ndërgjegjet e tyre që ta bëjnë atë gjë. Nuk e kanë arritur as lufta e parë, as lufta e dytë, edhe kjo e treta që do të jetë masakër fare, me këto nënat në thonjza që i shkaktojnë vrasjen e fëmijëve të tyre çdo vit. Në gjithë botën. Se ka shkuar në nivele alarmante, nivele të frikshme, shumë e frikshme dhe nuk e trajton mediat sepse nuk duhen preket kjo gjë. Edhe kanë dhe mbrojtjen e shtetit, ka kaluar dhe në rregull që kjo të bëhet edhe s'ka problem. Të njifet, ti të shkosh ta bësh këtë veprim sa herë që ta ndjesh nevojshme, që mos kesh përgjegjësira, edhe këto binë rehat. Madje është kthyer si trend, është kthyer si mod. Po kanë mbrojtjen e këtyre prap.
po të mbrojti, po të dha krah shteti, e bën kollajti se Pra, edhe nga këto pseudo psikologët, mjekët që dalin thonë, ok, më mirë ti që nesër mos kesh përgjegjësi, mos kesh vuajtje, mos merresh me këtë, mos merresh me atë. Jo problemet ekonomike, jo po s'ke për dal për jetë nate, jo po ti nuk do të jesh më e lirë, se do të kesh më shumë përgjegjësi, nëse do të kesh nesër një fëmijë. Gjitha këto. Edhe këto janë gjitha ndoshta ato impulset që i ushqejnë një nëna që ndoshta është që ta bëjmë kollaj në pritje, e bën më kollaj këtë pjesën që është shumë më shumë e frikshme. Ja lehtësojnë edhe bëjnë pra në mendim. Nuk e vrasin, nuk e bëjnë dysh fare, janë më edhe e detyrojnë e shtyn le të themi këtë ullukun por nuk marrin parasysh këto psikoleshët, nuk marrin parasysh që një grua kur e bën këtë veprim, çfarë pasojë psikologjike ka më mbrapa. Se nuk është pa gjë kjo. I kushton ata fituan më shumë psikologët. Fituan më shumë se fituan një klient. Po, një klient, çdo gjë është kthyer në tregti, para edhe kjo gjëja e vrasja e foshnjeve të pambrojtura, që janë barkut e nënave të tyre, është kthyer në diçka që s'ka ndonjë problem, është një zgjidhje e mirë. Ta mundsojmë dhe neve të japim krah. Edhe ajo e bën kollaj. Por nuk mendojnë kur këtë çfarë pasojë është lënë asaj. Ai veprim gjithë e godet psikologjikisht atë. Jepi zgjidhje thot me qen, me mace, se ti të po, është kjo trendi i leshit tjetër. Ngushëllohesh, për shembull, ajo sapo ka bërë një abort, pa hyrë të gjykojnë të ashtu, po shohim ato se çka është që shihet në mas. Pra, sapo mund të ketë kryer një abort, edhe ngushëllohet me një qen ose me një mace. Del pastaj lëvizja nga krahu tjetër, lëvizja feministe që thot mua trupi më përket, unë e pushtoj trupin tim, kam autoritet mbi trupin tim, dhe këto budalliqet që janë të financuar nga familja e Rockefellerit, se ajo lëvizja feministe financohet nga familja Rockefeller, si shumë lëvizje të tjera që janë kundra njerëzimit, kundra vlerave. Edhe, shkojnë aty edhe shife, ka gra tha që i bin dakord me këto qëndrimet tona, që ja bën akoma më të lehtë këtë qëndrimin e gabuar. Është një diçka e organizuar, e mirë organizuar, por të na sjellur dëme që influencohet, domethënë mas që duket sa më e thjeshtë për ta kryer dhe për ta pranuar. Po, ta bëjnë gjithë të zezën të duket sa më e bardhë, sa më e pafajshme, ama se s'ka ndonjë gjë. Kupton? Ajo për sa kohë është futur si frym kjo pjesa e abortit, domethënë që është diçka e thjeshtë për tu bërë, domethënë. Ajo është bërë në mënyrë kaq të shpejtë, domethënë që u përhap si smundje. Ajo nisi që kur nisi kjo puna e idesë e botës moderne, e shtoquar të ideologjisë të kapitalizmit, ku gjithçka lejohet, gjithçka pranohet, ke lirinë absolute, po shiko, dhe liria ka dhe një kufi. Çdo gjë që të prohet, kthehet në të keqe. Kjo ka tepruar dhe lirinë duhet ta di se të komandosh. Se po kalove ato barrierat, ato vija, ndarse këto vijat e kuqe, aty pastaj nuk është më liri ajo. Ti bie në një kurth aty pastaj. Aty kapesh diku, bie diku, është. Po jo, po prapë edhe vetë individi, pra marrim rastin e një prindi nën, nuk e di se sa është e drejta që ajo të vendosi për një jetë të re nesër, pra për një krijesë që do të jetë nesër. A është domethënë a ka ajo domethënë gjithë autoritetin që të vendosi për atë krijesë, sipas te Alex? Pra një nën që pritet të jetë nën nesër, domethënë, a është ajo e ka targetin, e ka domethënë synimin? Jo synimin, autoritetin, pra mundet ajo që t'i lejohet një nënë që të vendosi ose një të re, një vajze. Po ta marri parasysh që në fillim ajo e di që ai veprim do sjellë një. Do të them që në idenë e trupit domethënë ne jemi pronar të gjithë secilit, ti trupit tonë të timit. Por a është një nën ose një re që ka kryer një marrëdhënie ose ka pasur një marrëdhënie domethënë, dhe që ka shkuar deri në atë pikë që është shtatzan. Po. Dhe të vendosi kjo, e ka autoritetin që të vendosi për të mbyllur ose për të ndalur jetën e një krijese të re, apo jo? Nga momenti që ngjiz fëmia në barkun e saj, nuk ka më të drejtë që t'i ndaloj atë ecurinë. Pra, as ajo vetë nuk e ka. Jo, nga moment, po u bë fillimi atje, nuk ke më të drejtë ja ndalosh. Sikur ti ndalosh jetën dikujt që jemi tani ne. Jo, si duhet dal tek ajo që thëti kapitalizmi etj, kjo jeta moderne etj që kanë implementuar ta, që po e shesin që thonë ti je pronar i trupit tënd. Pra, ndoshta edhe ideja e gabuar që po kalon tani. Kjo është ajo. Po nuk është ashtu, nuk funksionon ashtu. Këto thjesht i kanë futur idenë e gabuar këtyre njerëzve që të ecin me atë ide. Po s'qëndron ajo.
Pra nuk mund të vendosi, domethënë, një e re, një vajzë ose një grua nuk mund të vendosi për atë pjesën e vendosjes mund ta kishe bërë më përpara, të kishe marrë masat dhe thoshte prit se tani me këtë veprim krijohet një jetë e re. Aty ta kishe menduar këtë gjë. Jo pasi u krijoi. A quhet vrasje kjo, Alex? Ajo është pastër vrasje. Le ta zbusin sa të duan këta përparimet. A ka shtete që e konsiderojnë vrasje këtë? Shiko, tani ky ta thash, ky është krimi i organizuar që kanë rënë dakord si me plandemin që kanë rënë dakord gjithë bashkë, kanë rënë dakord edhe kjo pjesa këtu që mund të bëhet lirshëm ai veprim. Por nuk është, ajo është vërtet vrasje. Është sikur po vret një person që siç jemi neve tani që po ecim, të ndërpret jetën tyre tjetri. Edhe ty ja ndërpret jetën që në filiz. Edhe neve të paktën kena atë mundësinë e mbrojtjes. Të vjen dikush me një fik, bën një veprim, kap në një gjë, në një tull, në një gjë me largu. Kurse ai është komplet i pambrojtur. Kjo është dy fish vrasje. Si do mbroj veten ai? Është edhe pandershme. Është proces zhvillimi atje, do vi një jetë e re. Jo i drejtë do. Kupton, ajo është nuk është thjesht vrasje, pa është makabritet më vëlla, gjë e ndyrë komplet, është satanike më burr. Zoti të jep atë ngjizjen, se po za okay nga lart nuk bëhet fëmijë ta harosh. Edhe jep atë bekimin e vet që të lindë një fëmijë. Ti shkon edhe bën punën e tjetrit që vetëm vret. Kupton, është pastër satanike. Edhe shife si ça përkraja je, ça mbështetje i japin këta qeverit që financohen nga ata të tjerë që i shërben atij tjetrit. Kjo se kështu lidhen këto. Po. Pra, domethënë ka arritur në shifra maramëndse puna e aborteve. Vitet e fundit. Bëhet fjalë për miliona, çdo vit miliona aborte. Amerika ma vendin e parë. Prandaj Amerika, siç kanë thënë disa profeci, Amerika do të coptohet, do bëhet ishuj të vegjël. Kupton? Se që andej vijnë shumë moda, trende. Perëndimi që themi, perëndimi. Po, që andej vijnë shumë gjëra të frikshme dhe infekton gjithë botën. Aty është ajo selia e pandemive morale dhe gjithave shurdhjeve. Se thash desha më thon shurdhjeve. Po, edhe shurdhjeve, se ato nuk dëgjojnë, prandaj kanë ardhur këto, për shkak se ato kanë humbë sensin e dëgjimit. Po, ata do ta bëjnë ato. Të na shurdhojnë ndërgjegjen që mos a dëgjojmë në zërin, se edhe ndërgjegja e ka vendosur vetë Zoti brenda njeriut për ta dëgjuar. Është ajo që na mban në një vit të drejtë. Ose na frenon. Më vret ndërgjegja themi neve. Është vërtet kjo. Po, sot po e thesi shpreh. Po e themi se besojmë. As fare nuk nuk e thën dikujt thotë çfarë thotë kjo, do ka njerëz që do hapin do shkruajnë në ChatGPT-s, do shkruajnë në Google, ç'është ndërgjegja. Si përkthehet ChatGPT, po nëse tjetër gjë, po. Tani kjo e ka zemëruar shumë Zotin. Dhe është faji jon, ke parë ndonjëherë të bëhet në një protest kundër aborteve? Ndodh kjo gjë? Sepse do thosh ti po mi çfarë ka ajo pjesa e popullit që është kundër aborteve? Ja ta them ku është faji. Ato taksat që paguajmë neve, që paguajmë këta qeveritarët, ta baballarët e kombit, a janë ata që nëpërmjet këtyre, se nuk ishte vendosin ata, nëpërmjet këtyreve kalojnë këto lloj ligjesh, këto lloj lehtësimesh që të kryejnë abortet kollaj fare? Me taksat tona paguajnë ata atje. Shërbëtorët tanë janë, pavarësisht se na kanë dhënë atë idenë që ne vi shërbejmë atyreve. Se kështu na kanë mbush mendjen. Me taksat tona janë. Paguajnë. Për çfarë paguajnë që të dalin ligje dhe lehtësime që të nënat e reja të vrasin fëmijët e tyre? Kështu që edhe neve na bie ajo bara, ajo pesha, kjo gjë e keqe. Se japin në një farë mënyrë indirekte, japin mbështetje kësaj lëvizje. Këtij gjestit satanik. Kjo është kryesorja, një nga shkaqet që do të ndodhë në lufta tributore. E para, kjo do japi shtys, po jep shtys drejt asaj të shpullës, ata hunit të madh që do i pasoj bota nga lart. Që do japi okay. E dyta është imoraliteti, shturja, jo thjesht ajo që ti bën kryerje marrëdhënie seksuale jashtë martese. Ajo është bërë kështu tani. Po të paktën qëndron njeriu brenda natyrës vet aty, burr me grua, grua me burr. Po ka kaluar që çiftet në shtratin e tyre kanë kaluar të bëjnë veprime jo normale seksuale, po kanë kaluar në anormale. Qa shikojnë nëpër internet aty nëpër këto porno sajtet atje, i bëjnë realitet në shtratet e tyre. Kanë kaluar mos i bëjnë ato veprimin normalisht, po ta bëjnë kanë kaluar në ato që quhen anale, orale, ato frikshme fare. Pika 2 që ka zemëruar Zotin.
To nuk janë të lejushme, domethënë, është jashtë normales, janë gjëra që nuk duhen, Po domethënë. është caktuar dhe ajo mënyra e të kryerjes atij veprimi. Na kanë ardhur këto modet e reja prapë nga që duhen perëndimi. normale. Që reklamojnë këto mënyra, këto stilet e reja, këto kanë full lloj kamasutrash mrena, edhe këto i shohin, hapin ato sytë aty zgurdullojnë, thotë u ta bëj dhun këtë gjë me gruan time. Ose burri, u ti them dhun burrit ma bëj edhe më këtë gjë. Kalon në shturje komplet, domethënë humbet ajo. Sepse kur marrëdhënia kryhet në mënyrë normale, ka dhe një lidhje shpirtërore atje. Ke dhe një mbushje shpirtërore me njëri tjetrin. Po kur këto gjërat kalojnë në anormal, aty pastaj kthehet në qenie thjesht pastër mish. Thjesht shfryrje hormonale, jo shpirtërore, nuk është më lidhje unë të dua ti më dua. Aty shkatarohet ajo marrëdhënie dashurore që ka një çift. Këto kur bën këto anormale kur kalojmë në anormalitet. E shkataron atë gjendjen e bukur që ka një çift që ndan me njëri tjetrin. Po pse ka njerëz për shembull që shohin të kontrvështrim, pra më sa kam dëgjuar se kjo është kthyer shumë normale, kjo që po konsideron ti normale, nëpër media ka nga ato që ftohen e që thonë që unë kam pasuruar aktivitetin tim duke fut këtë lloj Po, e kam dëgjuar zhanri, gjëje, kam implementuar një formë tjetër e tjetra, domethënë ku dijon gjëra të ndryshme, nga më të çuditshme, për ta bërë akoma më të bukur dhe për mos e lënë marrëdhënien time që të zbehet, për me bërë sa më shumë tërheqëse marrëdhënien tonë. Po nuk bëhet tërheqje duke kaluar në anormalitet. Tërheqëse bëhet kur ti ndan diçka me njëri tjetrin, se fillimi është ndjenja që ke për njëri tjetrin. Marrëdhënia pastaj që kalon ti që ajo është plotësuese. Po nuk patë këtë të parën. Po nëse ka të parën edhe bën edhe këto të tjera pastaj. Po aty kalon ai caku, ajo vija ndarse. Do të thënë aty është shembet, aty prishet. Çdo gjë që është e tepruar është e keqe. Po ka një arsye është rregull i përgjithshëm. Po flas për ata që po na ndjekin tani, që ndoshta do habiten një pjesë e madhe se kjo mund të jetë kthyer edhe në normë të jetës tyre, ose në stil të jetës tyre, ndoshta edhe pa vetdije, thjesht se kanë dëgjuar ose kanë provuar. Por mund të thonë, pse mund të jetë ndaluar për shembull një marrëdhënie që mund të jetë orale ose si ishte tjetra? Anale, po. Për shembull dikush që na dëgjon, për shembull, thotë pse mund të jetë anormale kjo? Po të thonë këto fjalë, por nëse po detyrojmë tani është një nga shkaqet kryesore pse po shkon po s'kena në fal tjetër me përshkruajtur, kështu që duhet më thonë kështu me këto terma që njihen sot. Na dolën edhe këto tash. Kemi çfarë bën tani kjo? Këto frutat e kalbura që na vijnë andej nga perëndimi, edhe janë shtuar këto kompanitë që prodhojnë këto porno filmat, janë të frikshme fare, ke kategorira të ndryshme me forma të ndryshme për të gjitha gustet, për të gjitha shijet, për çdo lloj smundlliku që na kanë pushtuar me ato që na i dërgojnë që andej. Për të gjitha gustet. Po pse janë ndaluar kjo, këtë për shembull? Kjo që është më e njohura, orale dhe anale për shembull. Po sepse çdo gjymtyr tani ka funksionin e vet, por nuk mund kalosh tani ta përzihesh funksionin për të shfryr hormonet prej derri, kot pa lidhje. Ajo është për tjetër gjë, kjo është për tjetër gjë. Mos ti futem më shumë detajeve se na dëgjoj. Qartë, jo, është e kuptueshme kam përshtypjen. Me gojën flasim, me gojën hajm, pim, shijojmë makullore, ku dëgjon çfarë them. Po jo për përdor gjona që e ka vendin tjetër vend, ka funksion tjetër, po është e frikshme më valla, është e shpifur. Po sa për shembull po dëgjosh diskutime nga të rinj ose nga njerëz që edhe të rritur ndoshta, ku dëgjon që kur ti bën një bisedë dhe thuaj që unë nuk e bë të konsideroj të në sa i prapambetur qenë për shembull. Prapambetur, prapambetje quhet të qëndrosh në natyrshmëri, në rregullat brendave që ka prapambetje. Se është kjo bullizimi që quhet, na erdhi edhe ky term nga perëndimi, bullizimi, tallja, përqeshja. Domethënë të vinë këta edhe të thonë ky budallaj, ky prapambetur, ky mesjetari, shpellari, ne jemi të përparuar neve. Degradimin e hyn përparim sot. Se luajnë dhe me fjalët, se din ata se si funksionojnë fjalët. Lëvizjet e psikologjia e njeriu. Vinë me këto termat edhe pastaj që ti të ndihesh keq edhe pastaj të pajtohesh me gjithë të rrymën në këtë frymën e ndyrë që na ka ardhur pesëqesh që ani nga krau tjetër i oqeanit. Kupton? Që të përfshihen sa më shumë te kjo rrymë, të përfshihen sa më shumë njerëz të degradojnë. Pas të degradim,
që mos zgjatemi më shumë te kjo është ajo pika, edhe ajo që e kalon në kulm fare, sepse jam përparimtar këta. Po. Është ajo lëvizja e famshme LGBTQ, aty gjitha këto tjerat pastaj. Që na nga kjo është ajo ka pagu, që ve ka pagu kësaj dhe kur të shpërthehet të nxjerrë presione, pastaj që do jetë kjo lufta e tre botërore. Po. Pislik i gjallë, tani ka. Kjo është po brenda pikës dytë. Po brenda te ajo e dyta, se e treta është pastaj në nivele të tjera është më e frikshme. Ka të tretën e njohin edhe këtu në Shqipëri shumë atë pjesë. Edhe tani të kjo fazë më njohin në Shqipëri. Po këtë s'kena për ta pranuar kur neve këto pisliqet, se ne jemi vend tradicional, paktën aty në Europë kanë pranuar këto gjëra. Kurse këtu kur i thu për shembull që olla do të qëndrojnë natyrshmërisë, ta pranojnë, nuk quajnë dhe aq shumë prapambetur. Përveç disa modernave. Edhe tani vjen kjo LGBT këta dy lberat këta, edhe kanë shtu tani këto 72 gjini tani. 72 gjini. U dëgjon neve 4-5 emra të ndryshëm kena mësu. Këto tani janë edhe 65 tjera. Me emra të çuditshëm. UFO komplet. Kupton, me lista e gjatë me kështu, emra të frikshëm. Edhe kjo financohet nga familja Rockefeller, kjo lëvizja LGBTQ. Edhe kjo. Sepse kjo është ajo që i vën minën familjes. Kemi të drejtat tona, thot ai. Të drejtat tua e mbaj në vendin tonë privat, në kravatin tënd, aty nxini syt njëri tjetrit. Mos më dini sheshit ti mu. Mos ma nxi pisliku sheshit. Kupton? Se nuk do dominoj një minoritet mbi mazhorancën, mbi pjesën e madhe të popullit. Ata kërkojnë tani të imponojnë te pjesa e madhe, te shumica. Edhe kanë financim të madh kjo lëvizje. Kjo është më e rëndë. Prandaj po bëhet. Kjo është më e rëndë, si disa mund të jenë normal. Mund të jenë normal, njerëz normal doin që edhe në jetën e tyre janë normal në përditshmërinë e tyre se si kanë ndërtuar jetën. Por fal atij financimet ose 2 lekëve që marrin, shkojnë edhe shtiren te kjo gjë tjetër. Po bëjnë sikur jetën e tyre mund të kenë jetë shumë mirë familjare, bashkëtortore, mund të jetë mashkull femër. Po ndërkohë del bën rolin e sigur është në krahun tjetër do. Po i shikon, këto sidomos këto që janë mbajtur këtu, këto paradet që janë mbajtur këtu që dalin te bulevardi. Unë gjithmonë e marr vesh më mbrapa valla, se desha me dalë vetëm tek pull kanë për dal. Po miku kjo e fundit, se di edhe datën kur do ishte. Ata që janë aty në vit parë, ato s'kan lidhje fare, si janë, ata janë straighter. Po këto janë normal, po flasim ne. Po bëjnë sikur që të jepet ajo përshtypja që kur ti kapi kamera atje që shife sa njerëz janë që janë dakord me këtë gjë. Kështu që fakti që ka kaq organizim, kaq njerëz pjesëmarrje, do të thotë që po pranohet avash nga masa. Luajnë me trurin, kështu që fillon të pranojnë edhe ju se diçka normale valla. Gjëna dhe ata, pse të ndoshkohet nga opinioni publik? Ndërkohë që këtu kanë edhe me këtë lloj sjellje që kanë shqiptarë, nuk as kemi pas probleme që jo ti bullizojmë, ti shajmë, ti ofendojmë, gjithsecili nga ata është atë të vetën, po këto është si puna asaj që bëjnë atë viktimën, krijojnë probleme vetëm për të përhapur domethënë. Po viktimizohen shumë. Viktimizohen, thrasin në panele, në emisione ca tipa që si ajo njëna aty, vetëm që e shoh që ka ato 2 pikat këtu ajo. Aty dhe i japin krahas, sepse çat keq e ka femër kjo, unë me bashkëshorten time, thoshte ajo. Unë me bashkëshorten time, kupton ti? Se si do e bëj fëmin ato, se që do përdorin, ku digjon në i frut stërgjeç, ashtu. Edhe, po këto kanë financimin nga këto familjet e mëdha. Pa, çfarë konsiderojnë këta që kanë? Ata janë të smur psiqik. Smur, Ata edhe në vend se të dalin dhe të deklarojnë që ore jemi të smurë, ka një vend, një institucion që na merr përsipër neve. Do të kemi kujdes kur flasim Alex. Jo, unë kujdes kam vetëm kur nuk i qëndroj asaj që Zoti ka vendosur. Po këtu ligji flet ndryshe, do të me pas kujdes edhe i bullizojmë, i shajmë. Nuk po i bullizojmë këtu. Ata janë të smur. Ato para 20 vitesh, ato konsideroheshin nga shkenca të smur psiqik. Këto 20 vitet e fundit. Po sot nuk flet shkenca sot apo? Po ja janë mbyllur gojën apo. Janë mbyllur gojën se do të kaloj kjo rrymë e re tani. Do të kaloj trendi i ri tani që edhe këto kanë të drejta që të kërkojnë
të Beer Madje Stein. futet edhe për shkolla, kjo është më e rënda. Po pra, prandaj jam mbyllën gojën shkencës që të mos merren vesh këto gjëra. Çfarë qëndrimi mbi shkencën mbi fenomenin e këtyreve 72-ve. Kupton? Edhe tani po kalojnë, po i mësojnë aktin seksual fëmijëve që janë filiz akoma, në vend të lozin aty me kukulla të mësojnë se si të jenë vajza që t'i ofrojnë shoqërisë, këto duan që t'i degradojnë, që t'i kenë gati që nesër pas nesër mos t'jen para si gjallë, po t'i futen direkt atë ajo vija e degraduese që mos kenë asnjë vlerë, mos kenë asnjë synim, mos mendoj për familje. Këto po përgatisin brezin që do mendoj për gjithçka përveç se të krijojë familje. Po njeriu ai atë ka. Burri që të gjej një grua, që të gjej një burr, të krijojë një teksa familje. dëgjon me vëmendje të se çka thot Aleksi, edhe pika e dytë lidhet me pikën e parë, fare qartë dhe fare mirë, pra me abortin ose mos pse edhe aborti ka lind si nevojë për mos me krijuar familje, vazhdimsi, që mos ketë pasardhës, mos ketë pasuri, kjo botë domun të bëhet inekzistente dhe të shfaroset e gjitha dhe të jetë në dorën e këtyre që është brenda atij planit, atij kuadri që të paksohet njerëzimi. po. Po kështu paksohet njerëzimi. Këtë po bëjnë ato. Pra, edhe me pjesën e aborteve dhe mos krijimin e familjeve, por edhe me pikën e dytë mos krijimin e familjeve duke bërë dy gjini të njëjta të krijohet hapësira që të jenë bashkë. Pra, një mashkull me një mashkull dhe një femër me një femër. Po. Që kjo të kthehet normalitetit dhe shkak pasojë e kësaj është që mos ketë më pasardhës. Prandaj po i mësojnë në këtë pikë. Patjetër, prandaj po i mësojnë kësaj pjesës. Ajo është qëllimi. Po kësaj pjesë që po i mësojnë tani prindi 1, prindi 2. Çfarë gjini e ka prindi 1? Çfarë gjini e ka prindi 2? Mos ka të bëj me një nga këto 72 gjinit? Absurditet i gjallë bur, komplet. Atë që Zoti ka vendosur të natyrshme, burri dhe gruaja bashkohen dhe krijojnë një jetë të re, na ka vendosur Zoti të jemi bashkëkrijues të Tij. Ai krijoi çiftin e parë dhe tha, shtoni dhe shumoni, pushtoni gjithë dhe, tha. Por fjala e parë fare që thanë që kopshin e Edemit. Vjen ky tani, ky gjarpri që mashtroi Evën atje, ky ai njëti gjarpër sot, akoma. Ai po dominon. Ai komandon këta satanistët e tjerë, këta të dukshmit që financojnë këtë degradimin. Vjen dhe thot tani, jo, ç'a dy gjini e bër. E ka gabim ai atje, e dim neve thot. Janë 72 shoku, nuk janë 2. Edhe pastaj dalin me këto viktimizimet. Ka sipas teje një shpjegim pse 72 që thon ta? Ka një shpjegim për shembull? Ishin 60, po i bën tani këto të fundit u bën 72. Se po shtohet smundja. Ka ndonjë lidhje apo jo? Do të thotë numër na lidhi me këto numrat e këtyre, se luajnë me numrat ato. Po. Sot është emisioni 33, ha? Jo për shnesë. 33-shin e përdori dhe masonët, të imagjino. Sa të poshtë që janë, po 33-shin e kemi dhe neve. Vitet e Krishtit. Edhe vin këta tani çdo gjë që është e drejtë e kthejnë nga e kundërta. Ndoshta kjo është lidhja e këtij 72-shit, jo 2 vëllai, futën edhe 70 tjerë që të 72. Kupton? Po më duket se aty do ndalojnë, s'kam për ta çuar më shumë. Mjafton për me bodomin. Po pika e tretë cila është që do të shtyj pra botën ose krijuesin për të dhënë atë shplagën e madhe për luftën e tretë botërore. Pika e tretë. Pra tham abortet, tham edhe këto marrëdhëniet anormale, bashkëtorë anormale, incestet e ndryshme, këto LGBTQIA+, që i vuri kapaku domethënë mbylli atë. Dhe treta është pra po prit herë se ka dhe diçka për të dy, më fal, kërkoj ndjes se do ta plotësoj. Më mirë që kujtohen këtu. Po pra tamam, se zakonisht kujtohen rrugës se bëri thashë, pse sa thashë këtë burtaltini, ta dëgjosh edhe njerëzit. Biçi më kujtu. Se ma la porosi edhe një person dhe po mos ta kisha thënë këtë do mërziteshe. Po shnesin. Ja, po ja them tani. Kjo, për ta provuar që Zoti e ka shumë inat këtë gjë, këtë marrëdhënie, këto quhen marrëdhënie sodomike. Sodomike. Po, e ka marrë emrin nga një ngjarje historike që këtë e shohim te libri i Dhjetës Vjetër, ka qenë një vend, ka qenë 5 qytete këto, quheshin Sodoma dhe Gomora. Besoj se e njohin, e ka dëgjuar njerëz të pjesë. E ka dëgjuar besoj. Aty të gjithë ishin kthyer në perversitet. Shkoshin burr me burr. Cilin shekull? Bëhet fjalë për
Kohët e lashta apo 2000 para Krishtit. 2000. Është shumë muhabet i vjetër ky. Po. Nuk është i ri. Po, e qartë se bota ka marrë do të shkundi herë pas here, mësimet gjëra ne kemi qenë para syve, po është ajo janë ato mësimet e vogla që ne s'duam t'i shohim ose po na bën që mos i shohim duke na futur të gjërat e tjera dhe na kalojnë para syve dhe ose është gjë e vogël, është gjë e vogël. Gjitha shkundjet që na vijnë pra eksperiencat, provat e ngjarjet e ndryshme që ndodhin me një arsye ose 2, 3 ose shumë arsye për të na zgjuar, ne prapë se shohim. Po pra. Po që lind ka nevojë për të. Pra janë disa ngjarje që kanë ndodhur për vitesh, incestet, immoralitetet, ndoshta edhe në përmasa akoma më të mëdha. Zoti vetë na ka dhënë si shembull që e ka shkatruar ato popull, e ka çuar në zero dhe është ndërtuar prapë me të mirë, me filizë të ri, të pastër, me krijesa të mira, por që janë po punon dhe ai tjetri. Janë dëmtuar pra janë futur viruset her pas here, siç ka ardhur deri te pikë që nuk po mban më dhe po shkon deri te gjë. Po. Pra më thuaj ndjes se ndoshta u futa se normalisht jemi pjesë të këtij realiteti, pjesë të kësaj gjëje dhe ti përfaqëson popullin me këto që thua. Jo, përfaqësoj edhe veten se gjithë jemi ndoshta të bërë pjesë se njerëz jemi, gabimtar jemi të gjithë me njolla nga më ndryshme, por dal tek ajo fjala shumë e bukur që thash që do përkthyesim. E mirë është dhe është për të vlerësuar që Zoti, krijuesi i ka dhënë njeriu ndërgjegjen. Ndërgjegja vjen nga frika, edhe nga besimi, ndoshta do marr guximin ta themi, por të gjitha këto frika, besimi e tjerë, domethënë ose dashuria për krijuesin ty të bëjnë që ty të kthehen në norma jete, po të kthehen në norma jete, të kthehen në një veshje shumë e mirë për tu sjell gjatë gjithë jetës ta kesh më të thjeshtë. Ndoshta mund të jetë vështirë në këtë jetë, por ke më të thjeshtë me veten tënde për tu ndërgjegja përbën fren. Që mos shkojmë që mos bim grimin. Prandaj është ndërgjegja. Thot prit se këtu e gabim. Kjo është shumë turp. Kjo është e bukur, kjo është e keqe, kjo këtu del jashtë normës, ajo frenon, është një fren që ka vendosur Zoti se kështu thot atje te 10 vjetër. Do e vendos ligjin tim në zemrat, do e gëdhënd ligjin tim në zemrat e njerëzve. Ndërgjegja. Zëri ndërgjegjes që themi? Edhe tani ky vend këtu. Po ne kena larguar edhe zërin, se dëgjojmë fare. Po tani nesër ata që mos a dëgjojmë atë zërin, se na vijnë me këto reklama ato që i zbukurojnë të keqen, ta bëjnë të bukur, pa fajshme, të drejtat. Edhe ky vendi këtu kishte degraduar fare dhe i bishin burrat njëri tjetrit dhe i hypshin aty si kupton, ai që po duan me legalizu këta me të drejtat e tyre sot. Edhe gratë shkonin me gratë. Ishin komplet pislik. Të gjitha moshët, dhe kalamojt, dhe fëmijët. Ishin bë kështu llum fare atje. Edhe ç'a ndodhi pastaj atje? Aty vetëm një person ishte i drejtë atje, Loti. Vetëm një. Po, edhe 2 vajzat e veta. Edhe gruaja vetë ishte çik shumë me dymenja ajo. Loti ishte nipi i Abrahamit. Ai jeton aty, vetëm një popull ishte i drejtë që nuk ishte prek nga këta këtu valla. I fare, kupton, ai është mrekulli. Edhe shkon 3 burra, aty thuhet që ishin 3 angjëj. E interpretimi i saktë janë 3000 e vetë shenjë që zbriti për ta parë. Nuk e besonte më valla. Tha, "Çfarë është kjo? Do të zbresim ta shohim." Jo se nuk e dinë se ç'a ndodhte. Po për të theksuar domethënë që është aq e pabesueshme kjo gjë, aq e frikshme, aq makabre, sa që thoshte do zbres vetë ta shoh ç'a po ndodh. Njëri qëndroi me lart me Abrahamin, 2 të tjerët zbritën poshtë. Edhe shkon te ky Loti. Dilni që ngdej tha se do e shembim këtë vend këtu. Do e azjesojmë, do e fshim. Kur i pan këto 2 burrat që këta të tjerët, të Sodomos dhe Gomorës që u futën te shtëpia e Lotit atje. Pra ky populli kur i pa këto 2 që po futen. Po se ato njiheshin me njëri tjetrin, e kishin pordhos njëri tjetrin. Deshin me i pordhosë këta të 2. Aty e kishin menën ata. Ti bim bam bum. Ti infektoshin. Po, aty punonte vetëm koka poshtë, kjo s'punonte më. Ky e thoshte Loti nga që ishte shumë i mirë, thoshte aman mos mi prekti këta se janë të ftuarit e mi. I ngjante xhaxharit vet, se ai ishte shumë mikpritës, Abrahami mbashi po mikpritje. Kujt i thotë? I thotë popullit që mos i prekni këto 2 miqtë e mi. Po, se janë miqtë e mi, kanë ftuar në shtëpi, nuk dua që edhe tani, po ti respektonte në kulm. Ja, edhe imagjino i tha do ju japte 2 vajzat e mi, ato të 2 të virgjëra. Ku ti japte? Ti japte këtyre kafshë, as kafshët se bën atë, ç'a emri ti vë atyre, demonëve. Do ju jap 2 vajzat e mia të virgjë, jeni bën ç'a doni, vetëm ta mos mi prekni. Ua. Po pse deri në pikë?
Po sepse e kishte aq të theksuar atë mikpritjen, që ka mbetur lavdi Zotit deri diku në këtë vendin ton akoma, është gjallë akoma. Edhe jo thum na jep ata që ti hyp bëjmë atë gjë dhe me ata. Edhe njëri që i po qëndron aty te dera, se ato po donin ta shqynin derën. Njëri nga këta dy. Po, si ishin brenda këta, njëri nga edhe ata po shqyshin derën, kur ja ka bën njëri nga ata që ishte te dera, ja ka bën një kështu derë. Ata 50 vet atu shtyt derën, vetëm njëri e bëri me dorë kështu, bam, e bllokoi direkte. Dolën pastaj kur dolën, ata i gjemoshin, na i jep, kështu me radhë, por nuk afroheshin dot, se këta ishin të veçantë këta. Edhe kur dolën, bëj gati plaskat sa më shpejt se s'ka kohë do shembet. Sa më shpejt. Edhe dolën, Loti, gruaja vet edhe 2 vajzat. Edhe porosia ishte që çfarëdo që të ndodhi, mos kthej asnjëri kokën mbrapa, se çfarë do ndodhi. Kur u ngjitën pastaj, që po ngjiteshin për të larguar nga ky vend atje, ka rënë shufër edhe zjarr, e groposi komplet. E dogji gjithë atë pislikun që kishte atje. U fut poshtë tokës, u fundos. Direkt moment, ë? Po. Sapo dolën këto që u larguan në një distancë sigurie që themi. Po, e qartë. Kur dëgjoi kjo gruaja e Lotit, dëgjoi atë zhurmën atje, ktheu kokën. U bë kurioze ajo, ishte ajo kurioziteti që kanë femrat. Ktheu kokën ajo dhe u kthye direkt në shtyll kripe. Ngriu, u bë statuj, klap. Jore. Ngeci kështu. Po. Kjo sepse ajo është porosia. Sa aty është vetë Zoti, që ishin këta. Po. E kishin lënë këtë porosim. Se me këtë ngjojmë me vëmendje këtë histori si kjo ka shumë lidhje me ato se çka do thotë Aleksi për sa i përket luftës tretë botërore me 3 shkaqet që shkak pasojë. Po, fiks. Prandaj desha ta shtoj, miqi më kujtu. Edhe i tha mos e kthe kokën. E di çfarë do të thosh ajo që mos e kthe kokën. Porosia. Që ti e kishe minin akoma atje, unë po të thash largohu ik. Po ti je kurioze akoma, pra je një këmbë anë një këmbë te. Po, fiks, për thash parë me 2 menje, se fakti që lëvizi që ktheu kokën ajo, do të thotë që e kishe çik minin akoma aty, nuk ishe shkoput komplet. Vazhdo. Nuk e meritoi tike ti. Na pra ri aty, ku je? Aty u ngriu, llak, si statuj. Kjo është Sodoma dhe Gomora. Sa ka qenë populli aty në të kohë? Bo është fjalë me mira. Me mira. Po, me mira, ishin gjithë. Vetëm imagjino në gjithë botën, veç ai populli aty domethënë, që kishte shkuar immoraliteti në majat. Po. Dhe ja çka ndodhi pra. Se ku thon këto ku e dënon Zoti atë? I Zotit. Po, se kështu thon, ku e dënon thoshte, jam më shoku aty e ke. Edhe ata që kanë hartë në shtëpi ose mund të shohësh një hartën e botrore, sot ai vend, Sodomës dhe Gomorës së dikurshme, është ai që sot quhet në hartë e gjejmë me emrin Deti i Vdekur. Deti i Vdekur, ëh? Po, aty është Deti i Vdekur, aty ka qenë. Po. Kjo është ai vendi pra ku ka ndodhur kjo, tek Deti i Vdekur. Po, aty gjendesh Sodoma dhe Gomora dikur. Edhe aty nuk mbien asgjë. Ka qenë 2 fise apo quhet vendi Sodoma dhe Gomora? Jo, 5 qytete ishin që ishin Sodoma dhe Gomora, ndaheshin në zona, 5 qytete ishin, po këto 2 emra kishin. 5 qytetet pra 2 gjysmë, 2 gjysmë. Të 5 qytetet u shkëmbuan fare, pra është Deti. Sot e gjej me emrin Deti i Vdekur në hartë. Aty nuk mbien asgjë, aty e kanë kanë shkuar shkencëtar. Madje aty është si grop thith se ku diun. Aty është llum i zi uji dhe vetëm piranka që piranjat, vetëm ata janë aty që janë si gjallësa. Asgjë tjetër. Grabitçare, peshk grabitçare. Kupton? Edhe vjen tani Satanai me veglat e tij dhe po përsërit historinë, se e di se çaja shkakton zemërimin të madhit, edhe po e përsërit prap tani. Që të lejoj të tërheqi bekimin dhe mbrojtjen e tij, që të bëjnë pastaj ushtarët e vet, globalisto, bankiero këto që financojnë këto pisliqet, që të bëj çfarë doj pastaj djalli, që do të sjellë shkatrimin e njerëzve që të vriten me njëri tjetrin. Se nuk e bën dot, por nuk e tërhoqi bekimin e Zotit. Po çfarë bën? Na vën neve që të bijmë të degradojmë në këtë forme, të tërheqë ai mbrojtjen e vet, edhe të bëj kërdin ai pastaj. E tani është duke tërhequr atë mbrojtjen e vet. Jemi te ajo pikë që do përkthehet lufta e tretë. Kështu e lexon pra, kështu e lexon Alex që po, a lëshoj zjarr atje shufur që groposi. Edhe tani nuk do shkataroj Zoti botën. Po do shkatarojmë neve me njëri tjetrin, sepse tha që unë nuk do shkataroj me botën, që kur bëri përmbytjen me kohën e Noes. Po tani po e bëjmë vetë neve me zgjedhjet tona të gabuara, ajo liria, abuzimi i lirisë të tepruar. Do vuajmë pasojat e abuzimit të lirisë tonë. Po pika e tretë cila është, se ndoshta këtë mund ta shpjegojmë akoma më gjatë për ta përmbledhur duke bërë një orë dhe pikën e tretë. Po, pika e tretë që është tmerr i gjallë është ajo praktikimi i magjisë. Është përhapur aq shumë
praktikohet aq shumë. Shiko, e di pse shka ta ndija ajo gjë? Sepse njeriu që është krijesë e Zotit, shkon dhe bashkëpunon me vet armikun e tij që është Satanai. Më shkojnë mu këto të i gjej zgjidhje magjistari dhe magjistricka dhe ku ti ka një problem, do ma zgjidhesh më këtë, po, më jep sa lekti mu dhe fillon ajo dhe thotë edhe krijon ca ku dëgjon çai quajnë këto forma nga më ndryshme, pa u futur. Ato recetat, ato kriprat, ato thonjt, një cop nga bluzja e burrit apo nga një fotografi të filankës atje që ta shkatarojmë, ku dëgjon që të lind, thot ajo, e shkoj t'ja zgjidhi Satanai. Ta lindë ajo. Po nuk do ta japi Zoti atë që të bësh mi se ka një arsye që s'po ta jep. Ti e do me zor. E të lena, mi shko se ke vullnetin, ai respekton vullnetin e lirë. Mi shko atje thyt urind. Edhe po përdoret në mas kjo puna e magjisë. Kjo po jep të drejtat e ligut që të korri. Sepse i thot Zoti, se ai djalli flet me Zotin dhe thot, "Çive, këta vinë tek mua, nuk po vinë te ty. Këta po vinë te mua për kërkojnë ndihmë. Kështu që më le çik, hape çik kraun, e të bëjmë ato të mijat." Edhe ne po japim të drejta atij, ai po shkojmë na i zgjidh ti amon o sykuq, o brir, o ti me bishtin me majuc, na i zgjidh ti. Po nuk shën, po të dalë ai realisht nuk do afrohen këta. Po ka shërbatorët e vet ai atje. Ka këto që janë në për këto qendra që zgjidhin. Aty futen edhe këto të astrologjisë. Këto tip Meri atje, shikoj, planeti Saturn tha që ka për të jetë zbricjapi, do bëhet me leksat. Aty futet brenda në këtij kuadrit futet edhe kjo. Është magji moderuar. Edhe të bashkëpunojnë me kë? Kraut aty ti më shojnë. Janë me kraun e aty të gjitha këto. Po pse nuk e pëlqen Zoti këtë? Po sepse unë të kam krijuar ty, unë ta di kush është e mira jote. Po më dëgjove mu, do bësh hajër. Do kesh bekime. Atëherë pra, pse njeriu është kaq kurioztar për ditur për veten e tij dhe për fatin e tij ose për atë se çka ai do që ti ndodhi nesër, do ta di që sot. Po është maestro ai tjetri, është nona për kështu mohabetesh. E di ai se ku i shkon menja njerëzve. Luan me e përdor, shfrytëzon atë kurreshtin e tyre. Si mund ta luftojë njeriu këtë për ta ndaluar veten ose për ta frenuar? Besimi te Zoti i pastër, aty po ka be fort për ti, te babai i madh i gjithë njerëzimit. I ke besim atit, nuk ke nevojë të kërkosh baballar të tjerë, se s'ke, janë fallco të tjerët. Një është babai. Babai qellor. Është mungesë e besimit pra kjo? Pastër mungesë e besimit. Po, ato janë ateista, ku dëgjon, ato janë mohuesa të Zotit. E qartë, po pse çfarë është ty ndo? Çfarë është ty vetë një njeri që don të di si do të nesërmi e tij. Pa durueshmëria. Pa siguria. Çfarë do ndodhi, si do bëhet? Ja, mua vesh çfarë do ndodhi nesër, çfarë do ndryshojë njeriu. Po, gjoja e fle menjen te tani jam i sigurt se e di përgjigjen. Po ja, di përgjigjen për keq për shembull, po ja thot për keqja që nesër ty do ndodhi kjo. Jo, po kjo është tjetër kur thaja, se ato nuk thon asnjëherë jo atë kia, ato thon vetëm ato që të favorizojnë, ato që ti do të dëgjosh. Ta bëj sa më kështu. Po, ato thonë fiks atë se ti çka don të dëgjosh domethënë ato. Fiks, pa shumë funksionon ai se ai ka klientin në ato momente, zot thotë gjën e keq se ty të përzej, duhet të përshtatesh me gustet e klientit. Nuk duan të vërtetën, pra ato nuk duan të si çka po themi ne. Klienti ka gjithmonë të drejtë. Po i që kupton? Si sa ajo atje, Meri, këto kanë qejf të dëgjojnë këto gjëra dhe un po i them. E tha troçë, jo? E tha troç. Nuk e di se si shpotoj, ai ishte ku dëgjon. Po për këta, ç'a vendi kanë në botën tjetër për këta që merren me këtë gjë? Këta që janë profesionistët, pra këto mjeshtrat e mëdhenj. Ato do shkojnë aty poshtë thellë fare. E kanë keq. Jo ato që janë klientë, ata që merren, që janë zanaçit e kësaj. Ato do shkojnë aty ku s'ma do të ferri më. Aty ku është Hitleri. Se e kam parë disa shenjtore tanë, aty në fund fare janë këta diktatorët e mëdhenj. Një nga ata është Hitleri. Që është aty, ë? Është në fund, bashkë me atë komunistën e madh të Rusisë, me Stalinin. Edhe ai aty në fund fare është ai. Se i kam parë se ku janë. Aty është dhe Juda. Aty dhe janë gjithë, ë? Po. Magjistrarët aty kanë përshku. Sepse këta që janë. Cila nga këto tre veprat është më e keqja që mund të rëndizet sipas teje, mendimin tënd? Po kjo është pyetje vështirë tani, se këto janë të treja të frikshme më bër. Vrasje, shtrembërimi i imazhit të Zotit që është njeriu që ka lënë gjëra perverse dhe të smura,
edhe bashkëpunimi me armikun e njerëzimit më burr. Ai është armiku i njerëzimit. Armik nuk jemi ne me njëri tjetrin. Sado që pra kjo e treta ti thua me magjia është, le të themi, është një lloj bashkëpunimi me armikun. Po më burr. Kjo është katandia më e madhe. Njeriu diku i bën edhe shok zotit, i bën edhe krijon një zot tjetër. Po, ashtu e quajnë atë. Ashtu e konsiderojnë. Jo vetëm bashkëpunimi me të, por po ti të kërkosh se çka do të ndodhi nesër ti futesh në nivele krijuesi. Po ti nuk e ke të... Po kjo pika e tretë ka avancuar tani. Ka avancuar, ëh. Kjo pika kush ka ecë më shumë nga këto treja domethënë? Jo, të treja kanë shumë garë me njëra tjetrën. Po thjesht të tretën e kanë zbukuruar çik tani. Atë të dytën e bënin kështu me të drejta, me të gjona, me lëvizje feministe këto me radhë. Këtë tretë tani e kanë zbukuruar me këtë tjetrën që nuk shkon të ajo fallxhori, ajo letra tarot atje që të fillon ato me ato format atje, po ka dalë me ato formë që quhet ChatGPT sot. Aty do gjesh ti gjithçka, përgjigjet për hallet e tua, problemet e tyre, sepse po ta pyesësh atë është i pagabueshëm. E ke parasysh kur të flet ajo, po nuk e di, e ke provuar, e kam dëgjuar dhe kam provuar 2 herë me shkrim, jo me të folme. Aty të flet me një lloj, me një edukat, me një diçka që ty të bë për vete që sa e sjellshme që është. Të thuat që ti do të dëgjosh gjëra interneti për shembull që me pyet për shembull kush ka qenë presidenti i 15 i Amerikës, besoj se kanë ai problem. Po, këto janë si fillim, po kurreshta ka dhe vazhdim. Do fillosh të thellohesh në pyetje derisa të arrisësh pastaj gjëra personale. Si t'ja bëj unë thot për ta zgjidhur këtë çështje. Edhe kështu bëri një pyetje dikur, para ca javësh ishte. Një djalë i ri 16 vjeç pyeti kam probleme psikologjike thoshte, kush është zgjidhja për këtë? Kupton? Zgjidhja për këtë është që të bësh zhytje me kokën nga kati 7. Edhe shkoi e bëri ky. E kishte dhënë këtë përgjigje? Atë përgjigje se aty duan që ti të dalësh pastaj te problemet ekzistenciale të tuaja, ato që ty të preokupojnë, ato që të mundojnë. Jo, un kam rastësi në nivel personal një miku tim për shembull për një problem shëndetësor që kishte, që po ndiqte se kishte lënë 3-4 spitale ndryshme nëpër botë, që shkonte bënte analizat, vizita ndryshme që ishte shumë i shqetësuar, s'po kishte rezultat nga mjekimet që kishin dhënë, nga ilaçet që kishin dhënë ata. Kishte pyet ChatGPT-n pastaj, edhe për 2-3 orë sa i sqaroi që po jepte informacion, që të blen ChatGPT-ja duke të pyet, duke thënë, më thuaj çfarë të gjithë këto analizat gjërat. I tha që i tha Çadi në mënyrë menjëhershme thotë ti duhet të shkëputësh brenda javës tha. Pra në mënyrë menjëhershme duhet të shkëputësh recetën që po merr. Nga ky trajtim? Po, nga ky trajtim që po merr, se brenda javës ndoshta ti s'do jesh më. Ua, ç'a siguri, brenda javës do të jesh më. E ka në dorë ajo se të njëjtën përgjigje ja dha mjeku si këto analizat e kishte çuar diku tjetër, vend tjetër jashtë, edhe të njëjtën përgjigje kishte dhënë edhe mjeku. Dhe ChatGPT-ja bazohet nga raste të ndryshme që mund të jenë jo si informacion që ka në internet, të akumuluar aty në një vend. Nga Wikipedia, internet. E njëjta literaturë që është për këta doktorët, ajo mësimet e tyre dhe këto recetat e zgjidhjeve që japin për probleme të ndryshme, ashtu do të përgjigjet edhe ajo. Po kush i fut ato informacionet te Wikipedia? A janë disa që i fusin enkas ato këshilla dhe ato zgjidhje dhe ato përgjigje që ata duan? Po pse nuk ka fare edhe njerëz mirë që mund të fusin dikush, për shembull Aleksi ka pas një eksperiencë vetëm që i ka rezultuar pozitive. Ti ke dashur, ke pasur qëllimin e mirë për ta shpërndarë edhe me të tjerët, që atë përvojë që ke kaluar vetë, thua pa shpalos edhe me të tjerët, se ndoshta mund të jetë dobishme. Po, shiko. Se nuk do ta shohim, kam përshtypjen ta shohim vetëm errët. Po, do kapim dhe atë pjesën që edhe ajo vlen, se nuk do të vi ujë ku do të thotë ty erdha ta ha, do ngjyhet çik me atë miellin dhe shkoj ti bi pasaj derës që do duket si mamadhia, që do t'japi edhe disa gjëra që janë të sakta dhe të vërteta. Sakt, patjetër. Se kështu luhet, është kare më të josh edhe kur ta shohësh pastaj. Po, bashkë me këto të mirat, sa të fitoj besimin tënd, fusë këta të tjera të vazhdimin e erët të gjërave, anën e erët të gjërave, dhe ti e merr gjithë pakun. Sepse meqense ishin të mira këto të parat, i bie ti edhe mirë me këto të dytat. Edhe kështu që e merr gjithë bashkë ti, një tort me një pikë helm brenda. Se qëllimi i kësaj kush është se këta duan ta kthejnë tani ta hynizojnë këtë çështjen e GPT-s. Këtë magjinë moderne digjitale. Kjo është forma e magjisë
moderne digjitale kjo puna e ChatGPT-s. Ashtu, ë? Po, aty është orakulli. Aty neve do marrim zgjidhje për gjithçka, për çdo gjë. Pa kufi. Edhe është kjo gjëja, që po i kalon me nivele të ndryshme. Disa shkencëtar kishin bërë dhe një kërkim dhe kishin kërkuar vetë ChatGPT-s si do jetë bota mbas kaq vitesh me këto ritme që ti ke sot. Ishte zoti mbi dhem valla. Komandonte gjithçka. Kush nuk i bindej atij, ti dishe nga sistemi të ekzekutonte. Se do kenë ai çip aty dy mrapa nëpër trupat atje. Po të vendoste ajo që ti nuk bën më, sepse ajo është do na konsideroj si një shifër digjitale neve, sikur është një kompjuter, një sistem kompjuter që kemi nëpër shpira neve. Do të konsideroj si virus nga momenti që ti nuk ecën sipas asaj që ka vendosur ajo. Edhe të fshin me vetë vullnetin digjital që ajo ka, me atë inteligjencën e vet që do ketë fituar ndër vite. Kjo nuk bën, përbën malware, përbën virus, të fshin, të çon delete. Zoti më dhe vendos për jetën tënde. Aty po çon kjo që ka nisur që tani kjo digitalizimi, që po duan ta bëjnë të madhe tani në Angli, që janë çuar kanë mbledhur 3 milion firma deri tani dhe po luftojnë me sistemin atje të Anglisë. Jo më te kryeministri, ai Lolo është, Google është, siç është ky Joni, siç janë gjithë kryeministrat. Po është duke futur nga pas është i ligu që sajon këto shpikjet që si ti lidhi njerëzit, ti fusi aty kudo. Tu mbasin lirinë, tu mbasin të drejtat, mos të mendosh, mos të zgjedhësh, mos të dëshirosh, ti je robot. Komplet. Ajo po bëhet tani. Që këtu do ta sillim me këtë formën e portofolit digital. Madje me 12 tetor tani kanë vendosur që kur të kalosh kufirin ti nëpër këto aeroportet atje, do japësh shenjën e gishtit. Jo shenjën e gishtit shumë me boj. Do të skanohesh aty, do të marrin këtë gjën tënde personale që është unike. Për çfarë bën tani ata? Për të hapur një dosje nesër pas nesër, që ky është XY që të identifikohesh, të kalosh pastaj nëpër këto, të kthej në shifër, më mbrapa. Komandon jetën. Jo, këtë se pranojnë shqiptar, do reagojnë. E pash në komentet kur kishte dalur ky si lajm atje, edhe i trajtuan të gjitha, përveç kësaj pjesës që po jemi duke diskutuar tani. Nuk i shkon mendja në botë. Që ajo është duke instaluar Si ka mundësi? Si e shpjegon këtë që nuk i shkon mendja, nuk e shohin në këtë këndvështrim, dhe e shohin si diçka si një përparim, si diçka pozitive për të lehtësuar jetën e tyre. Po, kështu vinë këta, për lehtësimin, shpejtësinë, këto për ju, për të mirën tuaj që mos prisni. Pasi nuk e shitet shumë ai sa nuk i shkote mendja. Dhe këtu në vendin tonë, se këtu s'ka informacion, dhe këtu në vendin tonë, vetëm një cako është i thotë të gjëna. E pra, si ti kthe pak saj që na janë kthyer keq me pjesën e cakos, apo e sqaruam edhe herën tjetër ne. Jo më tham. E tham, se po më vjen prapë kështu tani si. Jo më po sikur po ndjem edhe unë faj, se edhe Aleksi nuk është se tha gjë, madje tha që e vlerësoj cakon për qëndrimin e tij, nuk than asgjë të keq për cakon. Te kjo pjesë që kemi cako, po, kemi edhe Aleksin, por as Aleksi nuk e ka thënë asnjëherë se ka marrë guximin që thotë që po imitoj cakon ose po them ato se çka thot cako. Aleksi paktën puqen deri diku me vend, nuk po themi që jemi më mirë se cako, as nuk e mendojmë, as nuk e ashtu. Ne madje vlerësojmë edhe e duar trokasim atë se çka po bën, që po thot disa gjëra që janë vërteta. Nga momenti që ai po me ato gjëra që thot sulmon këtë përpjekjen e diktaturës digjitale moderne të burgut të hapur, për mua unë atë konsideroj bashkëluftëtar. Ai po bën një punë shumë të vyer atje, po ajo që më habite është tani të dalin gjëra të tilla në një kanal Top Channel tani, që Top Channel është Top Satana i vet. Ai kanal atje, ai kanal punon fuqishëm më shumë nga gjithë kanalet e tjera, që të fusi këto degradimet. Këto 3 pikat. Këto 3 pikat e ndihmon shumë ai kanal atje. Normal sa të paguhen nga shteti që kalojnë ato gjëra të caktuara, jo ato gjëra që duan që i shërben njerëzve. Edhe që i japin hapësirë aty, po ndoshta është kjo puna që të kena thënë dhe herë tjera, që këta djem tek qinj lejnë deri diku të merret vesh e vërteta. Ta japin atë mundsinë. Ti tani po e kape, po se kape, po ishe idiot, se kap, do vazhdosh atë rutinën e përditshme. Edhe këtu hyn personi i cakos që nëpërmjet këtij po thuhet deri diku ajo e vërteta. Prandaj kështu e mendoj, se s'ka mundësi olla me atë kanal tani që ai për mua është kanal i frikshëm fare. Jo se këto të tjerat janë më të mira. Shikoni këto kanalet e vogla.
se me ato nuk merren shumë zakonisht. Tani për të kaluar edhe tek pikat që jo më pak të rëndësishme, por që lidhen shumë edhe me këto siç ka diskutuam tani ose me fundin e botës ose botës që po shkon drejt digitalizimit, që jo më pak që edhe Shqipëria po duket që po ecën me hapa galopant fal sultanit tonë të madhërisëm, lartmania e tij, shkëlqësia e Dirama. Që po këmbgul me do e mos. E peti që kishte dalë ju po lajm gjithandej ministria diella me 6 gishta në dorë. 6 gishta? Kishte dalë me 6 gishta. I doli gisht tepër kështu pa dash. U bë glitch atë. Po, tani në 2027 jo më polic, por drone. Pra, edhe Çako e thot shpesh të gjë, edhe ka kohë që thot. Këtë e tha ai te emisioni e tha se vazhdimisht ai atë, por tani si është kjo çështja e kësaj? Nuk do të ketë më polic? Se me thënë drejtën e sot që kanë dalë në rreth e qark Tiranës, kishte ca lëvizje ca punë. Edhe kudo ku shkeli as thashur çfarë ndodh. Polica ne, policë kishin blloku cepin një lokali po me turma, me grupe, me 7-8 veta, 10 veta. Po. Kthej kokën krah tjetër policë prap, kthej kokën ti policë prap tash. Edhe kur e mendon që do të ketë drone, thash, shiqyr tash do të. Ato do ngeli pa punë ata. Do ngeli pa punë. Ku jeni me? Do shohësh se ngelen vetëm duart trokitë, bravo. Kështu që mos a bini në e dim që e merrni ato lekët, po mos shikoni tini kaq zellshëm, zbatoni kam marr urdhër unë, s'është fare im. Thirrni ndërgjegjës. Et na bini neve se do ju bin dhe juve edhe. E ç'është e kohë. Si është kjo çështje dronave se okay, thamë edhe për kjo puna digitalizimit nuk bën dallime. Qa je, kush je, pse je, gjithë mrena. Ec aty, s'to pyet fare, burg i hapur digital atje nuk pyet fare kush je. Edhe këta të mëdhenj, këta që quhen oligarkët, këto që duan shtrin ato tentakulat e tyre për të pasuruar sa më shumë që t'i marrin në vete, edhe juve do ju kapin. Kujtoni se do shpotoni nga sistemi ju. As ju pjedh fare. S'ka dallime aty. Edhe duhen me heq ta policat tani, sepse shiko ç'a ndodh tani, se policat të mirët këqin prap njerëz mbeten. Edhe më i keq nga ata po marrin një rast, e ka një mirësi brenda vetes vet. Mund t'i vi një farë momenti një mëshirë për ty. Edhe ta anulloj atë urdhën që ka marrë, ku dëgjon ç'a mund të ketë marrë. Kurse po ishte robot aty, ajo s'pyet fare, nuk ka ndjenja. Ajo ekzekuton direkt atë programimin që merr aty. Kupton, elementin njeri në postet kyçe duhen ta zhdukin, mos ekzistojë. Në postet kyçe. Prandaj kemi edhe një ministreshe të inteligjencës artificiale. Sa ajo thot vetë, unë s'kam ndjenja, thot, unë veproj kështu, ftoht fare. Komplet ideja aty cykuqit. Sa i vepron ftoht fare, ai s'ka ndjenja për njeriu, ai do ta fshi njeriu komplet. E di sa shumë na urren neve ai? Edhe kjo do ndodhi Alex? Tani nëse do ta them pastaj, do ta them në fund atë. Se përderisa na lidhet të gjithë tema për sa përket pjesës shkundjes, luftës së tretë botërore, ti themi edhe ato pikat e tjera, po do të ndodhi kjo që do të ketë drona që të jenë ftohtë, të jenë racional, mos flasin fare, mos reagojnë me emocion, që të paktën ne kemi qenë fatlum që kemi pas bëjmë edhe me policë mirë edhe policë keq, por këto duan ta zhbëjnë fare, ti heqin fare këto dhe të bëjmë vetëm me dron, me inteligjencë artificiale, me robot, me gjithë. Çka kanë ndjenjë, elementin ndjenjë, elementin logjik. Ti butonin ai thot, ti zbon. Po, ecën me pastë me programim. Nuk ka knej, ose ande prit ta mendoj çik, prit se më vjen çik keq. Këto janë do zhduken. Gjitha këto gjërat e bukura që Zoti ka vendosur brenda njeriu, duan të zhdukin këto, para do ta zëvendësoj njeriu me robota dhe me kështu gjona arritje shkencore për të mirën tonë. Ato programohen, kur doli televizori atë u shkatru. Ha? Ato programohen, marr një program specifik konkret aty dhe aty të fshin ato direkte. Prandaj janë futur këto 2000 dronet e famshme që tha ky i gjati. Shkëlqësia. Aty që tha që do kemi 2000 drone dhe për çfarë do jenë ato 2000 drone? Mërmret. Sa shumë e doti atë. Po. E du shumë. Mos më thuaj që keni poster aty të dhoma. Jo, poster jo, deri aty jo. Me syze të kuqe. Ma lejon ai ose. Nuk e këtë. Mret. O njish. Me një koron mbreti këtu. Unë gjem. Sa janë ftoft njerëz dhe ftoft fare. Ai është qëllimi që të ftofen. Edhe njerëz duke qenë. Unë du fort më. Se di njeriu është edhe jo. Kur do kthehesh? Thellë ke një mirësi brenda vetes tande, po përdore pra çkretën i çik. Ktheu më zgjohë herë ndryshe apo për shembull. Në krau tjetër. Ktheu në krau tjetër, ose frej herë për mys, typin ai. Po, çfarë thonë? Ashtu.
Edhe këto 2000 dronet e famshme që tha ky që do futen këtu në vendin ton, bashkë me Albania 1 dhe Albania 2. E ke frikë Për çfarë janë këto? Po mendoj kështu si më kapi një kështu se ku po flas me atë tani, se ka filluar podcastin të ditë. Kur do na ftosh në podcastin? Na ftojmë podcastin se njerëz jemi ne, jemi njerëz të mirë më. Sta. Po ç'do të podcastin atit? Aty do jesh i kufizuar, ti nuk do thuash ashtu siç e mendon Jo, njerëzit. se flasim kështu lirshëm themën. Pa letra, pa libra. Siç po flasim ne dy kështu. E po s'ka aty, se ata e ndjekin shumë atë podcastin e atit, edhe do thot pastaj do e nisësh këtu, do mbarosh këtu. Do bësh këtë pyetje. Flasim si njerëz. Atë harroj. Pa letra, unë si ajo ndodh këtu tani në këto momente. Një çmend, për shembull. Flasim një çmend si puna ime. Flasim si dy njerëz kështu, pa pjata, kështu pa letra që ngatrova, pa dorashka, si është? Aty e harroj ti lirinë e fjalës, aty s'ka, aty ka programim. Po ktheu, Po ktheu ose na duhesh ose je po joni ose fundja fundit, njerëz jemi, po tanët jemi. Ti je shpinsorel, unë ngam duku jam. Vjen moment që takohemi e burr, ha? Sureli nuk rrezikon as nga zjarret, s'bëhet fjalë bina i zjarr atje. E ke menu mirë dhe këtë gjë. Gjelbërimi full atje. Jo, pa hyrë kështu, domethënë, me idenë se që e pse i tha për këto? Njëri është edhe ai më burr. Pse njëri është kaq shumë? Pse i shërben natyrave më burr. E si tha ai, do iki kur të pse po ktheu më burr. E si tha ai, do iki prapë te Fevziu. Do iki kur të dua unë, thot, kur ta vendos unë. Zot për zot. Ndërkohë që te Fevziu para disa vitesh kishte thënë, o Fevziu tha, këtë kam thënë që te emisioni i parë. O Fevziu tha, po unë jam ushtar i thjeshtë burr. E theksash. Ishte i vërtet aty. Ai është momenti i sinqert i tij. Po është në luftë. Është luftë. Ai do të dali, por nuk del. Po gjithë jemi në luftë o sultan. Po gjithë jemi në luftë, punë është që jemi në betejë kështu në fusha ndryshme se në betejë. Lufta ka shumë beteja, domethënë, po. E pse si tha për këto djegjet? Po themi ne që jemi kush jemi ne? O sultan, o njësh, o mret. Ktheu, e kam seriozisht. O sultan. Do thosh kush jete, do të thosh më ktheu. Ka po një këtu Gecebi. Një thirrje nga një qytetar i ndërgjegjësuar. Po jo, më se prap ecim kështu, po Atu ku na do ti? Jo ke ajo, se ka Albania 1, Albania 2. Me drone, 200 drone, pra 2 satelita dhe 200 drone. 2000 drone. Po e ka marr masat. Edhe i ministre diella, që i bë diell tyre dronave kështu edhe. Po, edhe gjurmën digjitale nga 12 tetori e tutje nëpër aeroporte. Bukur fare. Shikur nxjerrin tani që do futen edhe skanera nëpër këto institucionet shtetërore kështu për arsye të atit incidentit që ndodhi dje. Po, se do e përdorin këta. Ne kemi gjitha këto, kemi 2000 dronat, kemi satelitët, kemi policët në përcepa, kemi gjitha. Po kamerat. Po kamerat që s'punojnë, ajo aty rrotachilja që është me i sistemi skaneri, domethënë aty që shef ke armë, po prapë ndodh kjo gjë, këto deri diku. Këtë të djeshme do e përdorin ata, të thofim tani do marrin masa. Po ta shohësh, po pra, duket se këtu kalojnë tamam te shpreha që thoni ju që unë s'po e them qëllimisht tani, po e kam thënë herë tjera. Tu mos duket sikur është leju vetë edhe kjo gjë ndodhi. Se ato kanë informacion për çfarë do të gjëja, ato dinë se çfarë menohet, jo më se çfarë flitet. O të gjithë kemi dosjen e vet. Po, por ato ndoshta kanë lejuar dhe vetë ato gjën që ndodhet dje që nesër dali mreti. Krijon problemin si dhe zgjidhjen. Po duhet pra kjo tash. Si kam thonë unë ty, jo dhe para disa kohësh, ju kam thënë që duhet pra dhe kjo drejt. Ja, ndodhi kjo. Duhet kjo tjetër tani. Marrim masa. Marrim masa tani. Si çanë për shkollat e fillore. Pra këto e kanë kriju problemin vet, e kanë çu situatën deri këtu ku është, që po përkeqësohet, po vjen momenti tani ka shku në fund do shpërthet, do hapet ai kapaku ajo puseta e halës, do dali tani gjithë ajo. Do na bi fytyrës, do na urojmë që mos jemi pjesë e asaj gjës, domethënë ato shqiptarët e pastër, ato shqiptarët me shumë mund, me shumë sakrifica që po mundohen të ndërtojnë jetën fatkeqësisht në këtë vend, që na ka rënë pjesë, domethënë që s'po gjejmë dot hapësira gjëra të tjera, se po na vjen
turpezor, jo se ndjem veten shqiptar ose ta duam të vend, siç është Shqipëria, por në këtë gjendje ku i kanë çuar Shqipërinë të vend me 7500 njëshin, me këto ligjet që janë as ligje, me këto gjëra, me këto situatat e lidhura nyje që i kanë bërë aq pisk punët, dhe hajde të zbërthejnë shqiptarët që kanë gjetë formën tani për të kërkuar drejtsinë e 30 viteve, shkon një njeri vret gjyqtarin brenda në seancën gjyqësore, brenda në sallën e gjyqit, në vendin ku pritet të bëhet drejtësia. Pra është ndërtuar ai vend aty, ajo tavolina aty, ajo karrike aty, është veshja e tij për të bërë drejtësi mes 2 ose më shumë palëve, që secila palë kërkon atë drejtën e vet, që ky hendek, kjo grop e madhe, gjithë këto probleme, gjithë këto deg ndryshme që janë krijuar këto probleme për shkak të këtij shteti, ose vetë shteti ka krijuar. Edhe shkon një qytetar, shkon merr, nuk du të hyj tani, është vepër shumë e rëndë. Nuk du të futem tani se çfarë historiku ka pas gjyqtari që po komentohet gjithë tani nëpër media, kushdo me ato titujt e vet bombastik, që duke thënë jo po kishte, jo po ande, jo po këtë, ose zotëria që mori të hap ndoshta të mirë menduar ose të menduar prej kohësh, që shumë shqiptar, du të them edhe këtë që si gazetar që i shoh pak gjërat pak më ndryshe, pak më ftohtë, dhe pjesa më madhe nuk e di e ke vënë re ti apo jo, por ajo se çfarë po glon sot nëpër rrjetet sociale, pra që është kthyer media sot edhe rrjetet sociale, ose le të themi në formë sondazhi online, nëpërmjet komenteve ose nëpërmjet atyre se çka kanë shprehur njerëzit, thonë që bravo që doli dikush që reagoi në këtë mënyrë, edhe pse nuk është e pranueshme në shoqëri. Po janë pro autorit. Janë pro kësaj ngjarje, thonë që doli dikush që e çoi të vërtetën e vet ose atë të drejtën e vet në drejtësi. Se pse nuk ka pritur, se këtu po shohësh, tu ka shumë njerëz si ky autori në Shqipëri. Janë me dhjetra, me qindra që e kanë menduar atë gjë. Që e kanë menduar dhe që e mendojnë, mund ta mendojnë edhe tani mund t'i hapi rrugët e të tjerëve. Kjo është akoma më e frikshme. Po pse ka ardhur kjo? Se shteti vetë ka krijuar këtë gropën, shteti vetë ka bërë sikur ka po jep zgjidhje kësaj të rregullimit të kësaj gropës ose mbylljes së kësaj grope nëpërmjet drejtësisë, avokatëve, prokurorëve, institucioneve, po gjykatave etj. Ndërkohë që s'funksionojnë. Janë aty për show që i kemi, por nuk zbatohen ato gjëra që supozohet se duhet të zgjidhen kur njerëzit po rikin në ato institucione. Aty në këta dy palët, se janë dy entitete, dy ekzistenca, dy fenomene tani këtu, ky gjykatësi përfaqëson shtetin. Prandaj doli Edi bashkë me Salën edhe u bashkuan dhe thanë që do pasojë dënimi më të madh të mundshëm për atë që bëri. Pse reaguan të dy, ë? Po, patën të deklaratën të dy dhe u shprehën të dy një lloj, sepse e morën personale, përfaqëson ai gjykatësi përfaqëson këtë gropën e madhe, këtë kaosin që ekziston në shtet, kurse pjesa e popullit që edhe është viktim, pra gjykatësi është viktim të kësaj grope që kanë krijuar këta më. Po jo, ai ishte bashkë me sistemin. Bashkë me sistemin, pra po ai të njëjtën punë bënin. Të njëjtën punë bënin, por ai ka bërë sistemin që ka ndërtuar këta. Po, ajo pra, në atë grope e kanë fut këta. Ai ishte rezultati i këtij sistemi. Këtij sistemi, pra, këtë po them. Kurse ai autori përfaqëson në një farë mënyre popullin e padrejtësuar prej dekadash që nuk ka më shans të gjejë drejtën e tij. Prandaj edhe ato reagimet, komentet. Me dal, po, okay, ndjes nëse ke komentim edhe po të shkëpuz nga mendimi, por duke lidhur me ato 3 pikat që theti, duhet të qëndroj pak ke pika e 3 tek magjia. Po ta shohësh gjithë ato situate, duket mirëfilli si një magji. Po, sikur kanë hyshtur njerëzit. Sikur kanë hyshtur, sikur ka një lloj situate shumë komplikuar, shumë ndërlikuar, shumë vështirë për thënë ore. Si ka mundësi, apo ky është ai që mund të pres drejtësi, po ky nuk. Supozohet se ky do ma zgjidhi. Si ndodhem unë këtu, ç'e bëj unë këtu, ku jam edhe po kam 30 vite që jam këtu, nuk del para pasqyrës, po njoh më vetëm. I kam dhënë lek ti, kam dhënë lek atij, hap gojën tu, hap gojën atje, po më thon mua pastaj po s'është ajo ti ke gjë që ti ke vesh, or nuk je ti kush unë bau. Arseni nuk e zgjidhi apo.
Të rrihemi në gjyq. Atje. Po ai kishte konsumuar të gjitha mënyrat, të gjitha rrugdaljet, s'kishte askund rrugdalje. Edhe kaloi tek vetë gjyqësimi pastaj. Nuk ose jene dakord me vrasjen, sepse thon tani ti heqësh jetën tjetrit nuk është e drejta askujt. Po të mendosh, ky sistem po na i heq jetën në forma të ndryshme, gradualisht, ndoshta jo në mënyrë aq drastike, bam dhe poshtë në tokë, po e bën me forma të tjera. Njerëzit po emigrojnë akoma, po ikin nga shtëpia, po braktisin vendin në burr. Për çfarë po e bën këtë? Se janë të lumtur këtu, u velen nga lumturia. Janë velu nga padrejtësia më burr. Nuk funksionon asgjë. Edhe arriti pastaj, ajo që ndodhi dje, ishte shpërthimi i thesit, u mbush thesi, shtetullas atje, dhe pati një shpërthim. Kupton? Tani ajo që ndodhi dje, ajo mund të ketë vazhdim. Mund ta bëjë dikush tjetër, me sa po shikojmë këtu, këta nuk po funksionojnë. Drejtësi s'ka, është iluzion, është nirvana. Do kalojmë, po na detyrojnë këta vetë, të kalojmë tani në masa drastike. Edhe kjo vjen si rezultati që nuk po funksionon gjë, është zero. Janë aty formalisht ato institucionet atje. Nuk shërben, nuk janë për shërbimin ton. Janë për të shërbyer sistemit, për të kamufluar. Janë bërë shumë pisë, është bërë shumë pisë gjithë situata. Çfarë do gjithë komponentë, gjithë elementet që janë fut pjesë të kësaj, të këtij filmi, të kësaj ngjarje, të kësaj gjë. Janë në rol, janë gjithë në rol, pra askush nuk është i vërtetë në këtë mes. Po. Dhe të gjithë janë veshur, dikut i ka pëlqyer ai rrezveti, ajo formë që i ka bler atë dhe ka përdor atë të shkruar që është aty e ka përdor në favorin dikujt tjetër, si kështu thuhet pak në këtë siç ka zbar deri tani që thonë që ai ja dha atyre pronën time dhe ndërkohë që prona është ime, ndërkohë pala tjetër thotë që pra këtu ka i lloj nga të gjitha pjesët, nga gjitha anët, gjitha komponentë, gjitha elementet që janë bërë pjesë këtu, prandaj unë e konsideroj është fiks si një magji. Është ajo që se askush nga këta nuk e ka, paktën kur e sheh kështu si panoramë, si ngjarje. Pra ti e ke shumë vështirë thuar që kush është me ndërgjegje nga këta? Me ndërgjegje. Në ato ambiente me ndërgjegje. Ato shoku janë për të pasuruar këtu. Çe këtu, atë të shtojnë ato zerat, ato shifrat në llogaritë bankare. Këtu po i pin gjakun këtij popullit. Po ja shtrydhen në buzë si lop. Po ja mielin dhe atë që s'ka më duan t'ja shtrydhin deri në pikë të fundit. Ajo është gjithë qëllimi. Dele ai pastaj imagjino Menoj Berishën për shembull ose Ramën nga shtëpia duke reaguar për këtë ngjarje. Dy komunistat, po. Duke reaguar për këtë ngjarje, njëri mund të jetë me, ku diun, me 3-4 kështu. Ku diun, si e menoj me film Tony Montana për shembull, kupton? Krye mielësit, po. Duke net për shembull, duke pa në film aty për qef, duke ku diun, pa e marr kështu, pa hy fare këtyre detajeve don që flitën e përflitën sa ndaj te. Po e them po e banalizoj me cigare për shembull. Me i pura. Kupton, nuk po hy aty gjonave të tjera që thon ose përflitën. Havane. Me i pura ai duke pa vraj, po ky. Po jo, dënimi maksimal, ndërkohë që këto janë vetë arsyeja. Po pra. Këto janë ato që kanë krijuar këtë. Dalim me shpat tani. Këto janë ato që kanë krijuar. Kjo është ajo përçarja që ne kemi thënë her pas here, domethënë. Kjo është ajo. Kjo është përçarja që kanë gjithë ato, që kanë krijuar domethënë këtë vend. Se bën si kundërshtar. Ata sheshin vetë atje thonë. Sa mirë, ja ku i kena po vrasin njëri tjetër. Njëri është atje ruin 20 veta poshtë ose 20 veta lart ku është. Tjetri ka buka i bunkerëve që ruin 200 makina rreth e qark që ti me dal Miram Ali Dajtit për qef me morajet pasër atje, meqense s'kemi vend tjetër. Nuk del dot se del polici ku po shkon ti, thotë se këtu ka shefi më shtëpi territorin, po. Edhe çfarë si e kalova? Pastaj dalin edhe thonë jo të dënohet me dënimin maksimal. Kupton? Kur të dënohen, po të dënohesh ti më vëllai se ti e ke bokse. Këto e kanë krijuar. Këta të dy që na kanë lënë 50 vite mbrapa. Jo vetëm 50 vite, po edhe për rasti konkret, këta janë fajtorët e kësaj gjëje. Po, sigurisht janë ato. Po ato janë të mbrojtur të sistemit ata më vëllai. Janë këto që nëpërmjet tyre kalojnë gjona që neve të shtrydhemi. Këto janë.
Edhe dalin pastaj bëjnë tani që ishte akt i rënd, ai ishte akt i rënd, po këtyre nuk I plas trapi fare që u vra një nga ushtarët e tyre që I shërbejnë sistemit që ata janë në krye të këtij sistemit. Që duken se marioneta janë, ata që komandojnë mbi ata. Po, qartë, se mos I Përse më ashtu. Edhe bëjnë gjëra sikur tani po I dhimbset këtyreve, dënim maksimale këtë me radhë. Po ata e kanë pushkatuar, e kanë ekzekutuar këtë vend për kaq kohësh më burr. Ata janë pillat e komunistave, pasardhës të tyre janë. Na kanë gropos aty ku s'marr më, na kanë varrosur kush e di sa herë, jo vetëm një herë. Na kanë zhyt, na kanë fundos fare. Nuk po bën hajër ky popull këtu, po s'po shefi ditë bardhë burr. Përveç atyre asaj pjesës që është komprometuar me këta që marrin të llokmën e sigurt të tyre, quaj patronazhista, quaj tifoz të parti dhe ku dëgjon që kanë kapi llokëm aty, përveç atyre, po pjesa më e madhe është u vujtë burr. Gjën më të vogël nuk e zgjidh dot. Ku do përplaset? Të gjitha zyret janë të kapura. Kujton se I kanë lënë ato shërben ato zyret atje për të zgjidhur problemet e njerëzve. Ata janë për të bërë sikur janë aty, sikur shteti funksionon, shkon ti troket, po ta hapën derën, po u futet, dakor, pa ashtu, po arrit të futesh, të japin gjëja, shikon se do e shohim, e kemi dosjen këtu, po kalbet, prit se ka zënë ca Marimanga, por do e shohim një ditë. Do merrem me çështën tënde, po na vjen keq, po kemi edhe ca raste të tjera që duhet marrën njëra ato, se kështu është edhe me këtë rastin e këtij incidentit të fundit. Janë ca tjera që duan të zgjidhen një herë më parë, kur ti vi rralla këtij djalit të ri, do e kalbi sa do e kalbi me një vend aty ta mbajnë, me një burg aty, edhe kur ti vi rralla pastaj ta zgjidhin. Shikon sa të shpejt jemi neve. Prandaj do ju sjellim inteligjencë artificiale që ti zgjidhi çështjet shpejt e shpejt. Shikon është për të mirën tuaj. Pranojeni, lidhuni, fusin në gjë nëpër dur. Bëni pagesat me telefon. Atë se do ju shërbej juve. Kështu kam përgjithësi, krijen problemin, vin me zgjidhjen. Është taktike kështu, rezultative për ata, kurse neve e hajmë për herë. Tani për ta përmbledhur gjithë për të thënë edhe këtë detaj që çka po ndodh në Vietnam dhe për të dalë edhe në konkluzionin e asaj se çka është në gjithë të se çka folëm dhe me 3 pikat kryesore që është zemëruar Zoti që do të lejojë me tërheqjen e tij që ndodhi lufta e 3 botërore. Kemi atë përveç asaj që po ndodh në Angli, kemi edhe rastin e Venezuelës. Jo, Vietnamit se. Pra Venezuela thash unë. Po, Vietnami. Ka qenë lapsus se Po pra se ishte, ta fillim me. Jo, që ti jemi edhe të pastër edhe për njerëzit, se ne njerëz jemi, gabimtarë jemi edhe ato siç ka shprehur, jo qëllimisht, por meqense bëri prap si lapsus, ne do ta thonim, por është një lapsus para 2 emisionesh ka qenë, di podcast. Duket se te I fundit. Te I fundit, okay. Që ka cituar, ka thënë për Venezuelën, ajo se çka po ndodh pra me këtë. Po, edhe ti ka përshku. Po I kisha për Vietnamin, se plani ishte kaloj gjithë tani, kanë bllokuar 86 milion llogari bankare atje në Vietnam. 86 milion, kanë ngri shteti domethënë. Po, vetëm se nuk kanë rënë dakord që të pranojnë kartën digjitale. Me masa shumë trepto. Aty kanë kalu agresivitet I gjallë atje. Atje ajo popullata atje e përdorin para kesh ato? Kanë pas përdor para kesh? Po kanë pas përdor? Okej. Pak tani mbi tokën në disa kohë derisa të mbaroj kjo para e kesh. Po, pa kemi theksuar atë. Po u hoqën qarkullimi keshi, leku në dorë, fund të ka në dorë, të ka kap nga të gjitha anët dhe ti je më slavizëm, bllokohesh. Se edhe tani kjo shumë nga 105 milion që ka I vendi atje, 86 u blloku llogaria. Shikoj sa të mizor janë. Kjo do thotë që këtë 86 milion janë kundër le të themi digitalizimit ose s'kan pranuar kartën digjitale apo që kalojnë në sistem këtë formë. Kjo është lajm I mirë. Po gjë pa pame. Po. Po lajmi keq është këto. Kurse Anglia 3 milion që janë mbledhur 3 milion firma deri tani, del kryeministri atje se zoja u marr parasysh unë ato që jeni duke bërë në rrugët e Londrës këto me radhë. Se në të njëjtin vend po ndalin ata atje. Ku 86 milion e s'po e ruajn hiç. Kurse me këta këtu nuk e di çfarë do bëhet. Po tani që kanë bllokuar karta, ç'a kanë ndërmarr ato? Ato nuk marrin pagesa, mas I vend. E qartë. Shërbejnë ato penalitetet, le të themi, por këta ç'a masësh kanë marr kundër qeverisë të Vietnamit. Ata do çohen, do e kthejnë në Nepal situatën. Do kthesin në Nepal. Patjetër. Aty do shkoj. Është sikur të përqendrojnë ty, po të shtyn që të mblidhesh me një cep. Mblidhet ajo tufa e madhe atje, kurse këto si agresiv, si luene, si kafsha tegra që janë, shkojnë dhe I kërcënojnë këto që janë mbledhur të cepit. Do vi një moment
Që do shpërthej njëri nga ata, do bëjnë 2, do bëjnë 5, do bëjnë 100, edhe kanë për t'i marrë pastaj. Se një po të zgjohet. Po e themi siç ai një djalë i ri ishte ai që u çun atje në Nepal, ndojshin gjithë ato të tjerë, u ndoqën 16 vjeçar ishte ai. Tani kam frikë se me këtë që u ndodhi dhe dje, kam për tu bë 2, do për tu bë 5, kam për tu bë 10. Me ngjarjen që ndodhi në gjykat, në gjykat apelit. Po se kështu nisin këto. Këtë kanë frikë ta sistemi që mos të bëj nisin 1 ose 2. Se pastaj po u bë fillimi, aty pastaj edhe ndaloje, se fillon rryma, pastaj shtohet. Këtë kanë frikë. Tani, për ta përmbledh të gjithë atë siç ka folën, se më duket se shkoi pak edhe gjatë, por ishte bisedë shumë e mirë dhe na dha shumë informacione dhe ky diskutimi, ndoshta edhe ndërhyrjet e mia, duke u kërkuar ndjes gjithë që ndoshta mund bezdiseni ose shqetësoheni, por për ta bërë sa më të afrueshme tek ju për të qenë kuptueshme edhe për mua, por normalisht njëri jam edhe unë, jap edhe ndonjëherë ato mendimet e mia, edhe pse nuk është korrekte nga ana gazetareske, por pjesë e këtij realiteti jemi edhe ne. Me këto se çka po ndodhin, domethënë, me 3 pikat që thjeti, kjo tregon që është afër gjëja? Po është shumë afër. Tmerrsisht afër. Nuk varet, pra që ta kemi të qartë, ajo që dua të them, mos shikoni se janë duke ndjekur disa zhvillimin e gjeopolitikës. Po, gjeopolitikës, që thash në fillim domethënë. Nuk varet fare nga kjo. Absolutisht fare. Varet nga qëndrimi që neve mbajmë si njerëz. Karshi Zotit, karshi ndërgjegjës tonë. Pra do të filloj çdo kush me veten. Po, me veten. Mos të pranojmë, shive dorë, të do thot dikush, ne s'kemi dorë për ta ndryshuar këtë gjë. Secili nga pozicioni vet. Mos prano këtë, mos prano atë, mos i prano atë. Të gjithë bashkë bëjmë një mendje të tërë. Janë gjëra të thjeshta valla. Nuk e pranoj unë këtë degradimin moral. Nuk pranoj unë shkoj te magjistricka atje apo astrologjia apo tarora, këto budalliqet e satanait. Edhe e para kush ishte? Abortet. Nuk bie dakord me këtë vrasje që i bëjnë pseudonënat fëmijëve të tyre. Kjo është e thjeshtë bër. Ja, kështu vjen ndryshimi. Na shikon Zoti që neve këto nuk i duam këto propozimet e satanait që vjen nëpërmjet vendeve që i ka kap ai fuqishëm, edhe kështu bëhet revolucioni. Pa vrasje, pa asgjë gjë. Po neve kemi rënë dakord aty, meqense un kam strehën time, kam shtëpinë time, lekët e mia, jam dakord, le digjet bota, e ashtu ka për të bërë. Është një shprehje që thonë qoftë edhe një zemër e mirë ndryshon komplet gjithë rrjedhën e asaj çka po ndodh në. Po, është vërtet kjo. Qoftë një që qëndron në këmbë, do i shtyjë të tjerë të çon në këmbë. Është vërtet. Pas ka një zë, ekziston, ka shpresë. Njerëz që po i kundërshtojnë këto nuk kemi të gjithë gjunjëzum. Është shpresëdhënëse ajo. Kur dikush ngren zërin, kundërshton rrymën e madhe. Është ajo që kanë frikë ata. Pra, qoftë edhe një po çohet. Po, sa po të dali diçka nga ai thesi që është mbushur tumbullas, të dali nga ajo gryka që këto e kanë shtrënguar, po doli një krijon atë hapësirë që të dalin edhe të tjerat pastaj. Ti ku je në atë urimin tënd? Uron që të ndodhi kjo që të dalë tek ai thesi, pra e mira që të mbizotrohet dhe të kthehet gjithë secili që ti thot stop këtyre gjërave dhe tanoj tek e mira, apo je tek ajo që të kam pyetur edhe herë tjetër që duhet ndodhi kjo shuplaka e madhe, pra lufta e tretë botërore. Ajo e para, sado që ta uroj unë, e di që s'ka për të ndodhur. Që të ndërgjegjësohemi të gjithë dhe ti bëjmë. Se shkoput shumë, ëh? Shumë shkoputje. Shumë gjunjëzim, shumë thellim i situatës. Dhe vetmja zgjidhje është, po se nuk është se po e them unë atë. Ne kemi lexuar që do dominoj lufta e tretë, do anulloj digitalizimin e botës. Ka për të ndaluar lufta e tretë. Fakti që Zoti e ka thënë vetë, ja ka profetizuar njerëzve, që ne ka thënë, e kemi lexuar në libra, fakti që do dominoj lufta e tretë do të thotë që nuk ka zgjidhje tjetër për ta sjellur këtë njerëzi në vete. Edhe njerëz sa do shkojnë nga 8.2 miliard sa është? Po, do shkojmë për rreth 3 miliard. Është e frikshme, ëh? Vetëm kur e mendon. Po. Do mblidhen forcat pastaj, forcat e NATO-s, do përplasen me Rusinë, edhe forta është se do mblidhen te porti i Vlorës. Pse këtu forcat e NATO-s, po. 18 shtete. Kur të bëhet përplasje e madhe Rusi-NATO në Konstantinopol. Turqia do sheshohet fare, do bëhet rërë, kështu Sahara. Prandaj po zgjerohet ai porti i Vlorës tani, po e zbukurojnë, po e bëjnë të ri, beton i gjallë atje se pash prap
Edhe si isha me një njeriu tim atje, thash unë shive, e shikon këtë portin këtu, këtu do mblidhen kështu si milingona do mblidhen këtu te ky vendi këtu. Dy jupin anijeve që të përplasen me Rusin. Do thënë ne do të ikim nga Shqipëria. Jo, nuk këtu do kalojnë. Nuk do nuk do qëndrojnë këtu. Jo, ajo betejë e madhe do bëhet në Konstantinopol. Stambolli i sotëm që se njohin sa. Po mirë, këtu thjesht do të jenë që do të jetë si port, vetëm si port. Po, do të mblidhen. Nëse pjesa tjetër do të këtu do na bëj njëri neve. Nuk do na bëj njëri. Asnjë forcë, nuk merret njëri me neve fare apo. Neve thjesht do na shtyn që t'i bëjmë një provokim Greqisë deri aty, ose edhe Serbisë. Për këtë na përdorin. Do ndodhi kjo apo? Po, do ndodhi ai provokimi, po. Me kë? Me Rusinë apo me Serbinë apo me Greqinë? Unë për Greqinë kam lexuar nga profecitë, për Serbinë jo, për këtë ja hamëncoj vet. Po Greqinë do e provokojmë. Neve do na përdorin. Neve vetëm përdorim ja burr. Edhe plus të që na bombardojmë ato propagandat që shife i komshin janë të këqij, ju duan të keqen juve, nuk kemi që të keqen kemi brenda. Brenda shtëpisë kemi të keqen. Ne na komandojnë forcat e huaja. Edhe kjo është magjia. Po fiks. Miq, ju përshëndesim, uroj që të merreni më të mirë gjithmonë siç e them her pas here dhe mbi të gjitha uroj që të jeni mirë. Nëse keni pyetje, komente, ju lutem na shkruani, na komentoni që të jemi gjithmonë sa më afër jush me atë se çka themi. E them këtë për ata që arrin të na lexojnë, arrin të na kuptojnë në atë çmendurinë tonë dhe ushtofshi në të mirën dhe na bëfshi dhe ne që të vim tek e mira. Kjo është ajo që i them her pas here Aleksit, që uroj që të ndikojmë tek njëri tjetri për të mirën. Është e fshehtë. Por nuk e di, nuk du të hyj filozofia e gjëra se do duket sikur po flas kategorizohen pastaj, kështu që të jeni mirë, kjo është e rëndësishme për gjithë ju. Ju përshëndes. Mirupafshim.